kemi shku një herë të Bacerifat në Prekaz, bashku me nusën time. Po e tham... Me Edën. Me Edën, po e tham sa është histori briljante, edhe Eda i tha Bacerifat, Milaimi ko të natë mirat, veç Baceri bre e mu ish mjanol që të shomje, e ko defekt që të shomje. Edhe Bacerifat ja këthej tekstualisht kështu. Tha prej që e një, prej vitit 1982, e deri sonte, kur njët nuk e kum dëgju Milaim Zekën të e shoh dikan pa ven. Në atë moment që e shoh dikan pa ven, tha kam janë dalu. Merë mikrofonin, bani intervjist ndash këngëtar, ndash artista, ndash njerëz thjesht, në njeri që ka të regu respekt maksimal ndaj prindrëve të vetë, në njeri që ka të regu respekt maksimal ndaj çështjes kombëtare, nuk mundet me shoh pa e lyp. Po, i shkon një hoxh edhe e merke me veti një njerit meqëm një këshilltar, si me thonë Milaimin. Po Milaimi shojke dhe hoxhës si thujnë gjemoti, jallet e nol shomjen jam mëse merë me veti. Edhe këj, thot baba hoxhë, jaune kur mos ka me shoh, pe baj farakat këtë farpune. Edhe një not, dikush në gjemot, me një darsëm, një njeri shumë i pushtër, debat me babën hoxhë. Bam, 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 bam. Hoxha i thot dëgjë, une kur njët nuk shoj, thot veç për i meti për lëpshëm e ta bo kështu e kështu. Tash ky që shojke, po i thot hoxhës, tha mos shoj baba hoxhë. Ky tha o birë, po ky për lëp ka. O baba hoxhë, tha, une shoj veç kush e lyp. Tha, kur me si a shkoj derit shkojsh në atë dynjo, tha sajre lyp dhe kush shoj. Edhe atë ditë në parlament ku më thonë, kush e lyp? Nuk më thonë as për LDK-n, as vetë vendosjen. Po kush e lyp, ndash PDK-s, ndash nismes. Edhe unë punë të këqyrë kuvendit, thash me ndash ty, ndash vetën, kur e lypi edhe vetën e shoj, hinë banjo ka herë e shoj edhe vetën. Shtu që nuk ka qenë moment i këndshëm për mu. Po kur une e fillova me folë për masakrën e Abrins, që me kozë dohonit i kanë prej bashkëfshatarët e mi, që ja kanë mush cuclën me gjak vojzës 7 mujshe, kur fillova me folë për nonën që ma kanë pjekë në banjo, për familjarët e mi të vromë, për dojtë, 5 dojtë mi kanë vromë me 100 klinës, të cilët kam jetu një vetë, familjen e Rust Mecinit, kur fillova me folë për dajnë sheqerët që kanë vroë të laushës, kanë plagos familjen, fillova me folë për vrasjen e vlov gjyshës time, Hasan Jasharit Likovcit, burë shumë i përmenun, nga të burgosurit e parë politik, që ja kanë vro nipin e vetë, djallin e Dajs Jashar për para atina, edhe këta u zgërdhishin si krokodila, si boglat kalit. Në parlament, atërë thash që tash une, javë kthej juve krejt nivelin e paftyrsis t'juj, krejt nivelin e fjalimes t'juja, kam i kthy të prapanica ime. Edhe duke ditë që mo kërkush s'ko më morë me magarit e tyne, atër e thash, në qoftë se... Mos e thuj. Jo, e thamun edhe 2000 herë e thamun. Mos e thuj, ze. Nuk ka fëmiju që si ka thonë prindi vetë të rëzbythën. Edhe nona dhe baba, hiq metafora i ka kall ata. Jo fjala, për i ka kall krahasime. Në qoftë se, ne e pas kemi kthy kryt ka Vučići e ka Beogradi, thash ju e keni kthy prapanicën. Nuk i thuhet një njeri ndershëm, Ramush Haradinit, as Milaim Zekës, as Albin Kurtit, as kujt në parlament, pa e ditë ti mi thonë e ke kthy kryt ka Beogradi. Kush jam une, mi thonë dikuj në parlament, e ke kthy kryt ka Beogradi, ku a i njerin ndoshta i ka njerës të vramë, Ramush Haradini ka familjar të vramë, Kadri Veseli ka familjar të vramë, quvlo, am neve që a i thash unë, thash, ju e keni bo salamadi, LDK-ja dhe PDK-ja, a i thash, ju e keni bo këtë vend, salamadi, keni vlaqit bashk, të tana. Amo nuk i thash unë Kadri Veseli të ke këthy kryti ka Beogradi. Pse një me Kadrijat për zune, për e shtej? Nuk unë për zune. A i thash, si të fillar, tha me shok shtë mbljajimi, tha këmë ngell ketë.
Jo veç me preashtu. Dëgjo, në parlamentin e Kosovës dorën zemrën përdor fjalë shumë Se ai nuk e matrona. ka preashtu vetë vetën a Xhamilem në me? Mëre, Edhe ai ka shku. le ajo, po ka ndodhë rrahje, jo në rej deputet me zveti, ka ndodhë gazi lotësjelës, kanë pi raki në parlament Kosovës. A po kupton? Atu ka Se s'pe ndodhë... bëni ne, kështu me orë për qeme. Dhe une po ta them ty një diçka, pak u shqetësova, di sepse, njeriu në afekt edhe full palidje. Edhe mu rënë telefon një Adnan Dibrani, që është deputet në parlamentin e Suedisë, në shqiptar, Dibrani i Mitrovicës, edhe disa deputet, miqtë mi që i kam parlament evropianë dhe thash